fillimi i praktikës së indeksimit vjetor edhe për pagat e punonjësve të sektorit publik, qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel vendor, të cilat do të korrektohen çdo vit në bazë të inflacionit. Kjo është një politikë e re pagash që e kombinuar me rritjen e përgjithshme si rezultat i rritjes pagës minimale për të gjithë, i shton gati 100 milion euro qysh në vitin e parë 2026, shumës që mandati i katërt do të vërë në dispozicion të rritjes së fuqisë blerëse të gjitha kategorive shoqërore. 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lekë të reja në muaj. Për specialistët e administratës publike, rritja do të jetë 5.000 lekë të reja. Mësuesit do të përfitojnë pagë 3.000 lekë të reja më shumë në muaj. Për herë të parë, në sektorin e shëndetësisë, përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, që do të thotë si mesatare për mjekët e përgjithshëm nga 131.700 lekë në 143.500 lekë të reja në muaj, për mjekët në spitale nga 174.000 lekë në 186.000 lekë të reja në muaj, për infermierët nga 87.000 lekë në 92.500 lekë në muaj. Po ashtu, edhe për punonjësit e policisë së shtetit, përveç indeksimit, do të ketë rritje për vjetërsinë në punë, e cila për gradat më të ulta përkthehet në një rritje mesatare me 5.000 lekë të reja në muaj. E thënë ndryshe, për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave, pagat rriten si më poshtë. Për inspektorët e thjeshtë, nga 80.500 lekë të reja në 84.500 lekë të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit, që e çon pagën mesatarisht në 100.000 lekë të reja. Për nënkomisarët, paga do të rritet nga 95.500 në 101.000 lekë të reja, e cila me shtesën për kushtet e punës dhe po ashtu për ushqimin shkon në 116.000 lekë të reja. Për komisarët nga 105.000 në 110.600 dhe me shtesën për kushtet e punës plus për ushqimin shkon në 125.600 lekë të reja. Dhe për drejtuesit e thjesht, nga 130.500 paga do të shkojnë 141.450 lekë të reja, që me shtesën dhe me ushqimin bëhet mesatarisht 156.450 lekë të reja. Janë të gjitha lajme të mira për të gjitha këto kategori, sepse tani më Shqipëria është në një nivel tjetër. Dhe ky fakt do të bëhet çdo vit dhe më i prekshëm në jetën e përditshme të njerëzve tanë, qoftë në sektorin publik, qoftë në atë privat, të njerëzve që jetojnë me punë. Sepse ata që na dhanë besimin e jashtëzakonshëm, me 83 mandate për Shqipërinë 2030, meritojnë çdo vit e më shumë dhe do të kenë çdo vit e më shumë. Këta jemi ne, ky jam unë, kjo është Partia Socialiste e Shqipërisë.